Gjykata kushtetuese e Kosovës duhet të shqyrtoj kushtetueshmërinë e 2 amandamenteve të qeverisë për gjykatën speciale. Këtë lëndë organit më të lartë juridik vendosi t'ia dërgoj kryesia e kuvendit në mbledhjen e së hënës. Si pasojë e kësaj, kryekuvendari Kadri Veseli nuk e tha në mënyrë të prerë nëse është për apo kundër specialës. Në rënd parë ta shumë se a kemi drejt pare të procedojmë në amandamentimin e kushtetutës, gjykatën kushtetuese. Pasi të marrim këtë përgjigje, pastaj jemi tek ajo pjesa e vullnetit politik dhe vendimarrjes në Kuvendin e Republikës Kosovës. Domethënë, jemi në fazën fillestare. Megjithatë Veseli, që ishte i vetmi që foli për përmbajtjen e mbledhjes, thotë se Kosova s'ka pse t'i friksohet gjykatës që po vjen. Çdo gjë e cila ka të bëjë me drejtën e ushtrisë kombëtare të Kosovës, çdo gjë që ka të bëjë me drejtën e Kosovës si shtet, ne do të procedojmë në mënyrën që asnjë njollë të mos i mbetet Republikës Kosovës, qytetarëve të Republikës Kosovës dhe luftës së shenjtë të ushtrisë kombëtare të Kosovës për çlirim. Ndërsa e pranoi se gjykata që pritet të gjykojë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të UÇK-s është detyrim ndërkombëtar. I cili është nga prilli vitit 2014, po në prilli vitit kaluar, në 2014 në një letër këmbim mes përfaqësuesve të institucioneve të Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Domethënë është një vazhdimsi, jemi në një procedim. Pas kësaj, kryesia ka vendosur që të enjtën e 12 marsit kuvendit të mbajë seancë plenare ku do të jenë disa çështje në rendite.